Si quheni dhe nga vini? Unë quhem Shaqet Bobi, jam nga fshati i Librinit i Pejs. Premtari një masakre. Çfarë masakre ishte kjo? Kjo është masakra e paramilitarëve serbëve. Kanë qenë te Arkanit. Po si ndodhi? Ka ndodhur, të më thonë, me datën 1 prill, ora ka qenë 7:30. Mëngjesit kanë qenë. Kanë ardhur forcat paramilitare serbe. Sa bura mund të jetë? Kanë mund me qenë deri në 70. Atëre, mas i kanë fillu, si kanë ecë rëvnia, dhe më thonë familja, edhe neve me njerë kanë përshkatuar. Dhe më thonë, atyre jam shtrim e njerë, edhe ta kanë qitë, dhe më thonë, edhe shtrim kanë qitë neve, unë e kam qenë i shtrim, edhe kom nga që ty, dhe më thonë, një gjësoj shtrim, edhe ta kanë mënu si, dhe më thonë, kanë mënu si ton i kanë mytë. Mbasi ju qelluan herën e parë, u rikthyen prap tek ju për t'ju qelluar serbët? Po, kanë filluar herën e parë, ja kanë nisë mi kollë shtëpiat, mas i kanë kollë shtëpia, a pet një këtu te masakrat, kush ka qenë i plagosur, s'ka mujtë me lëviz me ik, a pet kanë qelluar ta. Po si e kuptonin? E kuptoj se unë kam qenë te ajo shtëpia, edhe jam kollë afër masakrave aty. S'ka qenë aty 50 metra masakrat, shumë mirë sheshan masakrat aty. Gjatë. Në krahut gjatë, kam qenë këtu në shpinë, këtu jam i plagosur. Dhe ikët i plagosur? Plagosur, po.